Gjithë të dashurmiq, përsëritet në Ferma VIP 2, ja ku jemi sërish së bashku edhe këtë të premte mbrëma. Faleminderit shumë për tuar trokitjet. Jemi kaq pranë finales. E kur vjen fundi, nostalgjia bën të vetën. Ky do të jetë vetëm një kapitull në jetën e tyre. E pa ashtu një kapitull do t'jetë në jetën tonë. Por unë them që është bukur kur kapitujt i mbajmë në sipërfaqe të kujtimeve e nuk i fusim thellë për t'ia fshehur ndonjëherë edhe vetes. Ndoshta, me thënë të vërtetën, kam qenë e tepurt gjatë gjithë këtyre episodeve duke thritur të tre ne në fakt, energjinë pozitive, fjalët e bukura, qytetarinë, dashurinë mes tyre, por këto do të ishin rruga e vetme për të përfaqësuar bukur figurën që secili prej tyre ka ngritur me kaq shumë mundë punë ndër vite. Një ditë do të jemi e shkuara e gjithë secilit. Le të jemi një e shkuar që na bën të jemi krenar. E për ta mbyllur këtë hapje, do doja nga zemra t'ju uroja të gjithëve gëzuar Kurban Bajramin, të gjithë besimtarëve musliman, harmonia, begatia dhe lumturia qofshin gjithmonë me ju. Zoti ju bekoft. Mirëmbrëma Zhaku, mirëmbrëma Castro. Si kanë qenë këto ditë për ju edhe me ato që keni parë në fermë? Kanë qenë ditë të bukura, jo dhe aq problematike, ka patur ulje ngritje patjetër në fermë, siç është e udhës tashmë, por besoj se të gjithë i ka kap ai ankthi i finales. Sonte në fakt shpallet finalisti i parë. Është tema kryesore, është ajo që kemi të gjithë kuriozitet, kërshëri, të dim se cili ose cila do të jetë ai. Castro, si ke parti këtë ditë? Si gjithmonë u argëtohem me ata aty brenda, në një mënyrë ose në një tjetër. Personalisht kam 2 ditë që kam një dhimbje prinje këtu dhe jaftor. Jaftor të shkuara. Kështu që sot faleminderit, nuk jam në më të mirën time, megjithatë do mundohem të jem. Po mirë, jemi të gjithë sot me këtë qetësinë që na karakterizon, ka dikë se është smur, dikë se është lodhur, dikë se është pa gjumë, po çfarë rëndësi ka, do ja dalim. Po ti e bërë shumë e bukur, nuk e lodhur fare, nuk e di, po. Ka njerëz që lodhen nga qefi, ka njerëz që lodhen nga halli. Por çfarë do të ndodhë sonte? Siç e përmendëm edhe siç duam t'ju njoftojmë sërish tani që të vazhdoni të votoni për atë që doni ju të jetë finalisti i parë i sezonit të dytë të Ferma VIP, sepse sonte do të shpallet. Por në të njëjtën kohë i njëjtit televotim, siç ju paralajmërova, shërben edhe për fatkeqësisht një eliminim brenda mbrëmjes së sotme, tek 2 më pak të votuarit që vetë ju nëpërmjet votave tuaja i përcaktoni. Ata nuk janë në dieni për këtë dhe jam e bindur që nuk do e përjetojnë mirë. Megjithatë, kemi kohë deri atëherë dhe ju keni kohë për të vazhduar të votoni. Ndërkohë që sonte do të realizohet po ashtu një sfidë buxheti shumë interesante dhe ajo që është shumë e rëndësishme për të përmendur, dua të di sa Tiranës kam këtu unë. Tiranës. Jo Taban, jo. E për të gjithë ne që jemi nga Tirana, se unë një herë kur Mlevërdis jam nga Shkodra, kur Mlevërdis jam nga Tirana, po kështu është kur i ke prindërit. Që jemi dhe ne. Të ndarë në këtë... Këto hapësira gjeografike. Përcaktohet sipas krahinave. Kështu që sonte si Tiranëse që jam, kemi muzikë tiranëse. Dhe ju ftojmë që ta gdhini me ne. Kaq për momentin. Besoj që i thash të gjitha dhe unë jam gati të shkoj tek ata. Çfarë ka kjo gjëja? Shkëlqen shumë? Po kështu më vjen nga brenda shkëlqimi dhe shpërfaqet jashtë.